Askush nuk flet për lodhjen emocionale. Jo çdo lodhje duket fizike. Disa njerëz flen mjaftueshëm. Punojnë. Dalin me miq. Qeshin. Vazhdimisht duken normal. Dhe prap ndihen të lodhur thellë brenda vetes. Sepse ekziston një lodhje që gjumi nuk e shëron. Një lodhje që nuk vjen nga trupi, por nga mendja, nga emocionet, nga gjithçka që njeriu mban brenda vetes për shumë kohë. Dhe ndoshta kjo është një nga problemet më të heshtura të kohës moderne. Lodhja emocionale. Shumë njerëz sot nuk janë thjesht të lodhur fizikisht. Janë të mbingarkuar emocionalisht. Kanë menduar shumë. Kanë ndier shumë. Kanë mbajtur shumë brenda vetes. Dhe pas një kohe, diçka fillon të fiket ngadalë. Entuziazmi, durimi, energjia, dëshira për të folur, dëshira për të lidhur me njerëzit. Dhe problemi është se shumica nuk e kuptojnë menjëherë çfarë po ndodh me ta. Sepse lodhja emocionale nuk duket gjithmonë si trishtim. Ndonjëherë duket si boshllëk, si mungesë motivimi, si heshtje, si distancë, si ndjesia që gjithçka është bërë shumë. Psikologjia moderne e lidh këtë me stresin kronik emocional. Kur sistemi nervor qëndron për shumë kohë në gjendje tensioni, truri fillon të lodhet emocionalisht. Hormoni i stresit, kortizoli, rritet vazhdimisht. Trupi futet në gjendje mbijetese. Dhe gradualisht, njeriu fillon të humbas energjinë emocionale. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen të lodhur edhe kur nuk kanë bërë asgjë fizikisht të rëndë. Sepse truri i tyre nuk ka pushuar prej kohësh. Shoqëria moderne e përkeqëson këtë gjendje. Sepse sot njeriu nuk pushon kur vërtet. Telefonata, mesazhe, njoftime, informacion, rrjete sociale, krahasim, zhurmë konstante. Edhe kur trupi pushon, mendja vazhdon. Dhe truri njerëzor nuk është krijuar për kaq shumë stimulim emocional pa ndërprerje. Ka njerëz që zgjohen të lodhur. Jo sepse kanë fjetur pak, por sepse mendja e tyre nuk është qetësuar prej muajsh. Ka njerëz që buzëqeshin para të tjerëve, por ndihen të zbrazët kur mbeten vetëm. Ka njerëz që vazhdojnë të funksionojnë normalisht, por brenda vetes ndihen emocionalisht të raskapitur. Dhe ndoshta pjesa më e vështirë është se shumica e njerëzve nuk flasin për këtë. Sepse lodhja emocionale nuk duket dramatike nga jashtë. Nuk ka gjithmonë lodhë. Nuk ka gjithmonë krizë. Ndonjëherë ka vetëm heshtje. Një heshtje e lodhur. Carl Jung besonte se ajo që njeriu shtyp brenda vetes nuk zhduket. Thjesht vazhdon të jetojë në heshtje brenda mendjes. Dhe shumë njerëz sot jetojnë pikërisht kështu. Me emocione të pashprehura. Me mendime të pambyllura. Me lodhje që askush nuk e sheh. Ka edhe një arsye tjetër pse lodhja emocionale është bërë kaq e zakonshme. Shumë njerëz po përpiqen të jenë të fortë gjithë kohën. Të kuptojnë të tjerët. Të mbajnë qetësi. Të mos shqetësojnë askënd me problemet e tyre. Por mbajtja e gjithçkaje brenda vetes ka çmim. Pas një kohe, njeriu fillon të ndihet emocionalisht i rënduar. Sepse emocionet e shtypura nuk zhduken. Ato grumbullohen. Dhe ndonjëherë, lodhja emocionale nuk vjen nga ajo që ndodh jashtë nesh. Vjen nga gjithçka që nuk kemi thënë kurrë. Psikologët kanë zbuluar se njerëzit që shtypin vazhdimisht emocionet përjetojnë më shumë stres, ankth dhe raskapitje mendore. Sepse truri harxhon energji duke mbajtur gjithçka të kontrolluar. Dhe kjo lodhje nuk largohet me një natë gjumë. Sepse është më e thellë. Ka njerëz që nuk janë më të trishtuar. Janë thjesht të lodhur nga ndjenja e vazhdueshme. Të lodhur nga pritja. Nga zhgënjimet. Nga mendimi i tepërt. Nga përpjekja për të qenë mirë kur nuk ndihen mirë. Dhe ndonjëherë, kjo lodhje i bën njerëzit të largohen nga të tjerët. Jo sepse nuk i duan, por sepse nuk kanë më energji emocionale. Kjo është arsyeja pse disa njerëz fillojnë të përgjigjen më pak. Të dalin më pak. Të flasin më pak. Jo gjithmonë nga indiferenca. Shpesh nga raskapitja.
Shoqëria moderne shpesh e ngatëron lodhjen emocionale me dembelizëm, por nuk janë e njëjta gjë. Ka njerëz që duken sikur nuk kanë motivim, ndërkohë që brenda vetes janë emocionalisht të mbingarkuar. Sepse njeriu nuk mund të funksionojë pafundësisht pa pushim emocional. Edhe mendja lodhet. Edhe zemra lodhet. Marcus Aurelius shkruante se shpirti merr ngjyrën e mendimeve që mban vazhdimisht. Dhe ndoshta kjo shpjegon pse njerëzit që jetojnë gjatë në stres emocional fillojnë të ndihen ndryshe. Më të heshtur, më të ftohtë, më të distancuar. Jo sepse nuk kanë më ndjenja, por sepse sistemi i tyre nervor është lodhur. Ka diçka shumë të trisht tek njerëzit emocionalisht të lodhur. Shpesh janë ata që kanë dhënë më shumë nga vetja. Ata që kanë kuptuar të tjerët. Ata që kanë mbajtur shumë peshë emocionale pa u ankuar. Ata që kanë qenë të fortët për shumë kohë. Dhe një ditë thjesht nuk munden më. Por problemi është se shumë njerëz nuk dinë si të pushojnë emocionalisht. Dinë të pushojnë fizikisht, por jo mendërisht. Sepse edhe kur ndalojnë trupin, mendja vazhdon. Mendon. Analizon. Shqetësohet. Kujton. Dhe kështu lodhja vazhdon të grumbullohet. Ka njerëz që nuk kanë pasur qetësi të vërtet mendore prej vitesh. Vetëm shpërqendrime. Vetëm mbijetesë. Vetëm funksionim. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen bosh sot. Sepse nuk po jetojnë vërtet. Po përpiqen vetëm të mbajnë veten emocionalisht në këmbë. Filozofi Schopenhauer besonte se shumica e njerëzve kalojnë jetën mes ankthit dhe lodhjes së brendshme, duke kërkuar vazhdimisht diçka që do t'u japë qetësi. Por ndoshta problemi modern është se njerëzit kanë humbur aftësinë për të qëndruar vërtet në qetësi. Gjithçka lëviz shpejt. Edhe mendja, edhe emocionet, edhe jeta. Dhe në këtë ritëm, shumë njerëz gradualisht humbasin kontaktin me veten. Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz ndihen më mirë natën. Sepse natën bota bëhet më e qetë. Dhe për një moment të shkurtër, mendja nuk ka më aq shumë shurmë. Por edhe natën, shumë njerëz nuk arrin të pushojnë plotësisht. Sepse lodhja emocionale nuk fiket me një buton. Ajo qëndron brenda trupit, brenda mendjes, brenda sistemit nervor. Dhe ndonjëherë njeriu lodhet aq shumë emocionalisht sa fillon të mos ndiej asgjë fort. As gëzim, as motivim, as afërsi. Vetëm një lloj boshllëku të heshtur. Psikologët e quajnë këtë emocional numbness. Mbiksje emocionale. Një gjendje ku truri përpiqet të mbrohet duke ulur intensitetin emocional. Sepse ndonjëherë sistemi nervor lodhet duke ndier shumë për shumë kohë. Dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz bëhen më të heshtur me kalimin e kohës. Jo sepse nuk kanë më asgjë për të thënë, por sepse janë lodhur emocionalisht. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz nuk kërkojnë më lumturi të madhe. Kërkojnë qetësi. Pak qetësi mendore. Pak siguri emocionale. Pak heshtje që nuk dhem. Dhe ndoshta kjo është gjëja që mungon më shumë sot. Qetësia e vërtetë. Jo vetëm mungesa e zhurmës, por ndjesia se mendja më në fund mund të pushojë. Ndoshta njerëzit nuk kanë nevojë gjithmonë për këshilla. Ndonjëherë kanë nevojë vetëm të ndihen të kuptuar. Të ndihen sikur nuk janë të vetmit që ndihen kështu. Sepse lodhja emocionale është shumë më e zakonshme se sa duket. Shumë njerëz po ecin në heshtje me një peshë që askush nuk e sheh. Dhe ndoshta pyetja nuk është pse njerëzit janë kaq të lodhur. Ndoshta pyetja e vërtet është, sa kohë mund të mbajë një njeri gjithçka brenda vetes përpara se të fillojë të fiket emocionalisht? Sepse ndonjëherë njerëzit nuk kanë nevojë për pushim fizik. Kanë nevojë për paqe emocionale. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.